Kujt i bi më shumë, të majtës apo djathës? Djathës. Asjani. Të majtës apo djathës, kujt i bi? Si bim fare që? Djathës. Ja i re, çdo vitosh. M'fal. No komente. Si bim se jena nën mosh. Jo pra, nuk merrem. Si dukesh i bin edhe të majtës edhe djathës. Kujt i bi më shumë, të majtës apo djathës? Kujt i bini ju për shembull? Njeriu nuk ngopet asnjëherë. Mu mos i bish fare të, Ja du t'i bish, pas se ta bëjmë. Më mirë me i ra, apo mos me i ra fare? Po qa fol me shoku im. Ne do t'i bijmë. Kjo e ngritjes është thiri të ngrihet, ai i shkreti kokë ulur s'të përgjihet dot. Se po, është poezi që e di doktori këtu, pyeteni doktorin se e di mirë ai këtë punë. Qofsh kryeministër, kryetar kuvendi, nënkryetar, deputet, nuk lejohet kursesi të shprehen asnjë fjalë që mund të keq kuptohet ose të merret me dy kuptime.